Kina sapo e tronditi botën me atë që po ndërton. Kina sapo e tronditi botën me atë që po ndërton. Por ja për çfarë nuk flet askush. Ndërsa media perëndimore të mban të shpërqendruar, Kina po ecën përpara neshtje, duke ndërtuar një të ardhme që duket si nga fantashkenca. Sistemet inteligjencë artificiale që mendojnë vetë, makina që zvendësojnë njerëzit, qytetet drejtuara tërësisht nga algoritmet. Dhe megjithatë, mezi dëgohet ndonjë përshpëritje në perëndim, sepse ajo që po ndodh tani nuk ka të bëjë vetëm me qytete inteligjente apo taksi fluturuese. Kina po ndërton diçka shumë më të fuqishme, një ushtri robotësh. Dhe sapo të shihni se çfarë mund të bëj, do të kuptoni se ardhmja nuk po vjen. Ajo është tashmë këtu. Dhe Kina po e udhëheq atë. Le të fillojmë me diçka që tingëllon e pamundur. A e mbani mend kur shpërndarja e picave nënkuptonte pritjen e 30 deri 45 minutave dhe shpresa se do të ishte ende ngrohtë? E po, Kina tha jo më. Ata kanë krijuar një rrjet të tërë dronë shpërndarje që mund të sjellin ushqimin tuaj në vetëm 15 minuta dhe janë të saktë në minutën e saktë. Kompania Meituan ka bërë tashmë mbi 300.000 shpërndarje duke përdorur dronë. Kjo është si të shpërndash ushqim për çdo person në një qytet me madhësi mesatare. Dronët fluturojnë në itinerare të caktuara dhe lëshojnë pako në kuti të posaçme, kështu që nuk ka pritje për një person shpërndarje, por bëhet dhe me çmendur në fshat. JD.com ka drone që mund të mbajnë 5 deri 30 kg. Ata e quajnë një kamionçi në ajër dhe e polit fshatra që nuk ishin pasur kur shpërndarje të shpejtë më parë. Mendoni se kjo është mbresëlënse? Ja diçka që do t'ju lërë gojapur. Vetëm këtë vit, 15 milion makina të reja në Kinë do të kenë tru robotësh që mund drejtojnë vetë. Kjo do të thotë që 2 nga çdo 3 makina të reja mund drejtohen pa prekur timonin nga një njeri. Ja çfarë është absolutisht e pabesueshme. GU01 fuqizohet me qipat 2 fish të Nvidia Orange me 508 tops fuqi kompjuterike, inteligjencë artificiale, 11 kamera HD, 11 sensor ultrasonik dhe 5 sisteme radare. Kjo është më shumë sensor se sa një dron ushtarak. Mund të parkohet vetë, ndryshoj korsi, shmang pengesat, njoh semaforët dhe madje të bëj kthesa majtas të pambrojtura në trafikun e njëshëm të qytetit. B-Motors L6 mund të rishqasë horizontalisht në vendet e parkimit si kur vjetë duke kërcyer. Duke përdorur sistemin e tij drejtimit me 4 rrota dhe motor elektrik.
shumëzimin. Kina ka zgjedhur 184 shkolla për testuar programe edhe më të avancuara të inteligjencës artificiale. Derisa këta fëmijë të jenë rritur, ata do të kontrollojnë teknologjinë qas nuk ekziston ende. Duke sikur nuk ka mbetur asnjë fushë ku Kina nuk e ka përdorur inteligjencën artificiale. A e keni imagjinuar ndonjëherë një vend që ndërton një autostradë pasi punëtor? Kina sapo e bëri. Kohët e fundit ata ndërtuan një rrugë duke përdorur 100 kamion transporti dhe drejtues, makina masive që secila mban 85 tonë, dhe lëvizin plotësisht të vetë, pa shofer njerëzor, pa frena, madje në temperatura deri në -40°C. Për të udhërosh në Kinë është si të shkosh në të ardhmen. Në 62 aeroporte, 557 forci sigurie përdorin mjekën e fytyrës, pa bilet, pa dokument identifikimi. Sistemi e di tashmë se kush je. Në aeroportin në Hongqiang të Shanghait mund të regjistrohesh, të lëshosh bagazhet, të kalosh kontrollin e sigurisë, të hipësh në fluturimin tënd, pa folur me asnjë person të vetëm. I gjithë procesi zgjat vetëm 12 sekonda për pasagjer. Aeroporti më i madh i Pekinit ka mbi 600 pika kontrolli biometrike, 250 porta automatike dhe 80 stacione vetë shërbimi. Të gjitha të mundësuara nga njohja e fytyrës. Gjithë shka ndodh automatikisht, thjesht kaloni dhe kamerat bën pjesën tjetër. Por nuk janë vetëm aeroportet. Në të gjithë Kinën, kamerat janë kudo, duke vëzhguar, analizuar dhe njohur fytyrat në kohë reale. Kina ka instaluar më shumë se 200 milion kamera mbikëqyrjeje, 4 herë më shumë se Shtetet e Bashkuara. Ata i quajnë sistemi Skynet dhe përdor njohjen e fytyrës për të ndjekur çdo person në vend. Teknologjia është aq e përparuar sa mund kalimtarët identifikojnë këto në masë dhe madje të parashikojnë krimet para se të ndodhin. Oficerët e policisë atje veshin elmeta inteligjente të mundësuara nga inteligjenca artificiale. Skanojnë turma dhe identifikojnë menjëherë kriminalët e kërkuar. Kjo teknologji është e fuqishme. Kina po ecën përpara me shpejtësi me inteligjencën artificiale, ndërsa pjesa të tjerë të botës të qëndrojnë në atë me të. Por ja ku bëhet edhe me shmendur. Në Kinë, njerëzit nuk po kalojnë thjesht pa para në dorë. Ata po i lënë robotët të bëjnë punën e tyre për ta. Në Kinë, ekziston një robot që ka përësisht sa një fëmijë 10 vjeçar, por mund të kryejë lëvizje të përsosura kung fu, të kërcej si profesionist, dhe madje të vrapojnë më shpejt se shumica e të rritërve. Njihuni me robotin Unitrek G1. Nuk është thjesht një robot i çfarëdoshëm. G1 është 1,32 metra i gjatë dhe peshon 35 kg me baterinë e tij. Ka 23 nyje lëvizse, duke dhënë lëvizje të ngjashme me njeriu. Mund të ecë, të vrapojë, të kërcej, të ulet, të qëndrojë në këmbë, të shtrëngojë duart dhe të përshëndet me dorë, të gjitha me një ekuilibër dhe saktësi të pabesueshme. Lëviz aq natyrshëm, sa do të betoheshe se ka një person brenda. Dhe prisni, ka më shumë. Ata gjithashtu bën në qenë robot të quajtur Go2. Këta nuk janë robot të lezetshëm për kafshë shtëpiake. Këta janë qenë serioz pune që peshojnë vetëm 15 kg, por mund të vrapojnë me 2,5 metër për sekond. Por ja çfarë i bën ata absolutisht të pabesueshëm. Ata mund të ecin përmbys, të bëjnë rrotullime mbrapa, përpara, rrota karroce dhe madje edhe rrotullime adaptive, ndërsa ngjiten mbi pengesa. Këta qenë robot i kuptojnë komandat zanore fal teknologjisë GPT. Ata mund të shtrëngojnë duart, të shtrihen, të kërcejnë dhe madje të bëjnë foto. Pjesa më interesante, ata kanë 4D lidar, që mund të shohë 360 gradë përreth tyre, pothuajse pas një pikë të verbër, duke zbuluar gjëra që janë në një largësi deri në 0,05 metër larg. Go2 Pro mund të vrapojë deri në 11 milje për sekond dhe ka një sistem inteligjent të ndjekje ansore që lejon të vrapojë pranjur duke shmangur automatikisht pengesat. Plus, ata bën një version me rrota të quajtur Go2W, që mund të rrokulliset në çdo terren, ndërsa mban 6/6 libër ngarkesë. Tani le të flasim për diçka që do t'ju bëjë të dridheni. Ekziston kompania e quajtur X-Robots, që prodhon Android, robot që duken tamam si njerëzit. Po flas për robot me lëkurë që duket si njerëzit, dhëmbë të përsosur dhe sy që pulsojnë njësoj si tuajat. Këta robot kanë 140 mënyra të ndryshme
se si mund të lëvizin fytyrën dhe trupin e tyre. Kjo është më shumë se shumica e njerëzve. Kushtojnë rreth $280,000 secili dhe duhet një muaj i tërë vetëm për të bërë një të tillë, sepse çdo detaj i vogël duhet të jetë i përsosur, madje edhe deri në poret e lëkurës së tyre. Por ja çfarë është absolutisht e pabesueshme. X Robots ka ndërtuar tashmë mbi 200 robot humanoid dhe tani po prodhojnë mbi 500 njësi në vit në fabrikën e tyre gjigante. Ata madje kanë ringjallur shkencëtar të famshëm si Albert Einstein, Stephen Hawking dhe Thomas Edison, si robot që flasin dhe mund të tregojnë historitë e tyre të jetës. Këta robot tashmë punojnë në muze shkencor, hotele, shkolla dhe zyra qeveritare në të gjithë Kinën. Kompania madje hapi muzeun e parë të robotëve në vend, ku mund takoni versionet robotike të figurave historike. Ja çfarë është e frikshme. Brenda pak vitesh, mund të mos jeni në gjendje të dalloni nëse po flisni me një njeri apo me një robot. Çfarë ndodh kur ta robot të bëhen më të lirë dhe të gjithë mund të blejnë një? Por ky është vetëm fillimi. Spitalet kineze kanë vendosur robot automatik për shpërndarjen e ilaçeve, që marrin ilaçet nga farmacia dhe i shpërndajnë ato direkt në repartet e pacientëve, brenda disa minutash në vend të orëve. Mjaft me pritjet e infermierëve të mbingarkuar me punë. S'ka më vonesa në ilaçe që kërcënojnë jetën. Këta robot e dinë saktësisht se cili ilaç shkon te secili pacient dhe lundrojnë automatikisht nëpër korridoret e ngarkuara. Këto ishin zonat e largëta, o sikur vetë mjeku të jetë një robot. Njihuni me doktor Alfredin, një kirurg robot me inteligjencë artificiale, aq realist, sa do të mendonit se është njeri. Ky robot hiperrealist komunikon rritshëm, kupton shumë gjuhë dhe u përgjigjet pyetjeve mjekësore si një mjek i vërtet. Kina ka ndërtuar gjithashtu spitalin e parë në botë me inteligjencë artificiale, me 14 mjekë robot dhe 4 infermier robot. Këta mjekë robot trajtojnë 3000 pacientë vetëm në një ditë. Ata kanë të drejtë në 93% të rasteve, më mirë se shumë mjek njerëz. E po, se Kina ka përdorur inteligjencën artificiale në makina, ndërtim, udhëtim, lerje, shpërndarje ushqimesh dhe mjekësi, atëherë si mund të mbetet prapa në diçka edhe më bazike, ushqimin që anë. Kina po përdor gjithashtu teknologji inteligjente në bujqësi. DJI Agras T100 është një dron i fuqishëm bujqësor që mund të mbajë 100 kg fara ose pesticide. Ai spërkat të korat automatikisht, punon natën dhe përdor sensor inteligjent për të shmangur pengesat. Droni mund prapë farat më shpejt dhe i ndihmon fermerët të punojnë me efikasitet. Një tjetër makinë e makritshme është robotin me 108 krah që punon pa punë. Ky robot ka sensor dhe kamera të përpunuara që ndihmojnë të shohë dhe të punojë me saktësi. Mund të shkurtojë shkopin pambuku në 26 deri 44 fusha pambuku çdo ditë. Roboti punon 120 më shpejt se punëtorët njerëzor. Këto makina bujqësore inteligjente tregojnë se si Kina po përdor inteligjencën artificiale për të kultivuar ushqim më mirë dhe më shpejt. Kina nuk po ndërton vetëm teknologji të shkëlqyera. Ata vendostojnë të gjithë në një kohë, por bëjnë këtë më shpejt se sa mendoj. Dhe ky nuk është fundi, ky është vetëm fillimi. Secila prej këtyre teknologjive do të bëhet më e mirë, më e shpejtë dhe më e lirë. Por pyetja është, kur do të prapet kjo teknologji në vendet e tjera? Dhe a jeni gati për një botë ku kamerat dinë gjithçka për të